Teksa ditët e fundit ka pasur debate lidhur me deklaratat e Sali Berishës për ambasadorin e Bashkimit Evropian dhe prirjet e tij seksuale, kujtojmë se vetë Gonzato ka pranuar se jeton me një burr, ka ardhur një deklaratë tjetër shumë e fortë. Monika Kryemadhi ka folur për ish ambasadoren Yuri Kim, ku deklaron se ka pasur përplasje me të për shkak të preferencave të ndryshme seksuale. Kryemadhi ka lënë të kuptohet se Yuri Kim ka pasur preferenca për të njëjtën gjini. Për kjo javë ajo deklaron kështu: "Për mua, keq më vjen ta them për shumë gra të tjera, por unë kam fituar respekt për Jorida Tabakun, me të cilën unë kam pasur përplasje për çështjen e inceneratorit, sepse kur bëri komisionin hetimor nuk e përfshiu, po themi LSI-n, edhe pse ne ishim denoncuesit kryesor të saj. Po sigurisht që edhe në këtë rast unë kam origjinën, vjen nga Yuri Kim, sepse Yuri Kim e donte. Largojeni Monikën, LSI-n, se e kishte personale me mua. Nuk e di cila ka qenë arsyeja personale. Ndoshta edhe për arsye të preferencave seksuale të ndryshme që kemi. Mund të ketë qenë dhe kjo ndoshta një nga gjërat, por si a jepja dot këtë kënaqësi që mund t'ja kenë dhënë të tjerët, deklaron ajo. Në këtë intervistë, Monika Kryemadhi ka folur edhe për jetën e saj pas divorcit. Sipas saj, kanë qenë shokët në politik, ata që e hëngrën politikisht dhe jo vetë politika. Tani jam më e lirë. Të vetmi ndryshim që kam sot është se në mëngjes, nëse më parë në krevat kisha Ilir Metën, sot kam Borën. S'kam pasur titull më parë, kam qenë në shërbim të rinjve. Fëmijët janë shumë të rritur, divorci i rriti akoma më shumë, nuk e mendonin, por janë shumë të qetë, të pjekur, janë të lënduar, nuk diskutohet, por për shkak të shkollimit të tyre mendojnë ndryshe. Tani po njohin tamam nënën dhe baban. Na shihnin njerëz hermetik dhe robot. Mua s'më hëngri politika, por shokët, historitë u përdorën për të larguar Monikën. Po të shohësh të gjithë historikun e Monikës, ka promovuar vetëm të rinj. Largimi im largoi mekanizmin e barazisë. Erdhën njerëz nga rruga që e rrudhën partinë, thot ajo.